Përshëndetje, do të vijmë me pyetjen e parë. Kam vajzën 6 vjeç, ka nisur të dalin dhëmbët e rinj, por problemi është se ka ende dhëmbët e qumshtit që nuk i lëvizin. Çfarë të bëj? Ne prekëm pak, ndoshta nuk prekëm të gjithë arsyet pse dhëmbët vazhdojnë të jenë persistent në gojë. Shkaqet mund të jenë, siç thash, agenezia e dhëmbëve. Në rastin e zonjës kjo nuk është shkaku, sepse dhëmbët e përhershëm kanë filluar të dalin, ama dhëmbët e tjerë nuk lëvizin. Një mund të jetë mungesa, siç tha, me dhëmbëve të përhershëm. 2 mund të jenë nofulla shumë të ngushta. E treta, që është edhe rasti i zonjës, është kur dhëmbët e qumshtit shërbejnë si guid. Nëse pozicionimi nuk është ashtu siç duhet, dhëmbët e përhershëm fillojnë të dalin në drejtim tjetër dhe përjedhojnë, nuk bëjnë atë shkrirjen e rënjës, kështu që dhëmbët e qumshtit vazhdojnë të persistojnë në gojë. Zgjidhja është e thjeshtë, tek një mjek stomatolog, duke u bërë ndjekje e kujdesshme, bëhet heqja e dhëmbëve të qumshtit sipas radhës së eruptimit të dhëmbëve të përhershëm. Pra mund të dalin, mund të hiqen edhe pa lëvizur dhëmbi, sepse mësuar që fëmijëve u heqin në momentin që lëvizin. Me një vëzhgim të kujdesshëm, ndoshta edhe me ekzaminime shtesë në rastet kur është nevoja, bëhet ndjekja dhe heqja sipas etapave të daljes dhëmbëve të përhershëm. Do të vijmë me pyetjen e dytë. Djali im 2 vjeç që ka dhëmbët e veshur me cipa të zeza që nuk i pastrohen. Çfarë mund të jenë? Cipat e zeza janë të lidhura me mungesën e higjienës dhe mund të jenë pika fillestare e fillimit të prishjes dhëmbëve. Sigurisht mund të lidhet edhe me probleme të elementeve ose mënyrat e ushqyerjes së pacientit. Mund të ketë lidhje edhe me depozitime të hekurit në organizëm. Domethënë, e para duhet parë se kush është shkaku. E dyta është trajtimi, dhe trajtimi është pastrimi në kabinetin dentar. Kabinetin dentare këto trajtohen, pastrohen. Pyetja e tretë dhe e fundit. Kemi bërë silanizim të dhëmbëve, por sërish fëmijës po i prishen dhëmbët. Ka ndonjë arsye apo mënyrë tjetër për t'i mbrojtur? Silanizimi, unë do doja ta theksoja se është ajo që themi ne vulosja ose mbulimi i sipërfaqeve përtypse. Kur dhëmbët dalin kavitetin oral, kanë tendencë të kenë sipërfaqe me thyerje dhe të mpret. Këto sipërfaqe janë pikë ku grumbullohen mbeturinat ndryshme dhe përjedhojnë si rezultati i grumbullimit mbeturinave fillon e formohet ajo që quhet plak bakteriale dhe gradualisht degradon tek prishja e dhëmbëve. Silanizimi mbron, absolutisht mbron dhëmbët, ama silanizimi realizohet vetëm sipërfaqe përtypse. Çfarë është e rëndësishme të dimë? Edhe pse kemi bërë silanizim, nuk mund të shmangim etapat e pastrimit ose rutinën e pastrimit të kavitetit oral. Është shumë e rëndësishme pas silanizimit të pastrohen hapësirat ndërmjet dhëmbëve, sepse është pikërisht këtu pas silanizimit ku fillojnë dhe shfaqen ato prishjet. Mënyra për t'i mbrojtur është pastrim dhe vetëm pastrim. Duke qenë se jemi tek prishjet. Sigurisht mund të bëhet edhe florizime. Florizimet rekomandohen të bëhen edhe disa herë në vit për të forcuar strukturën dhëmbore. Duke qenë se jemi tek prishjet, si paraqitet situata e shëndetit oral tek fëmijët në Shqipëri? Prindrit janë të ndërgjegjësuar dhe tregojnë kujdes shtuar karshi shëndetit oral të fëmijëve. Megjithatë, duke qenë se është ajo stigma që dhëmbët e qumshtit do zëvendësohen, ka për fat keq edhe numër të madh pacientësh që shfaqen neglizhent. Duhet të theksoj që dhëmbët e qumshtit janë shumë të rëndësishëm dhe të mos harrojmë të trajtohen ashtu siç trajtohen edhe dhëmbët e përhershëm.